Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët përsëri në kuzhinën time. Sot do t'i kthehemi traditës, por me një teknik që na kursen kohë dhe na jep shumë shije. Le të nisim menjëherë me përgatitjen e recetës. Si e shikoni, në tenxhere unë kam mish pule, të cilin e kam coptuar dhe e kam ndarë në pjesë të vogla. E kemi kulluar, i shtuam krip, piper të zi, i shtojmë erëzat e pulës, vaj ulliri, i bëjmë një përzierje të mirë, që erëzat dhe kripa të venë gjithandej. I vendosim kapakun, ullim temperaturën dhe skuqim pulën avash avash. Në fillim pula lëshon lëngje dhe më pas del në yndyrn. Dhe janë pikërisht ato lëngje që e zbusin pulën. Këtu kam patatet, kam 1 kg e gjysmë me patate. Mund t'i jepni formën që ju dëshironi, por si e kam thënë dhe më parë, unë i pres në këtë mënyrë. I vendosëm patatet të gjitha në tas, i shtojmë krip. Jo vetëm që nuk na lodh kjo recet, por përgatitet edhe shumë shpejt. Nuk mungon piperi i zi. I shtojmë këtë miksin e erëzave. Vaj ulliri. Dhe përbërësi që unë kam filluar ta përdor së fundmi është ky kremi i hudrave. Janë hudra të kaluara në blender me vaj ulliri dhe erëza. Shtojmë 2-3 lugë të gjellës me kremin e hudrave. Këtë krem unë zakonisht e përgatis kur shikoj që hudrat fillojnë mbinë, ose për të kursyer kohën dhe e kam të gatshëm në frigorifer. Përgatitet fare thjesht, mjafton të pastrojmë hudrat, i vendosim në blender, do shtojmë erëza, vaj ulliri dhe i kthejmë të gjitha në krem. Megjithatë, nëse ju e dëshironi këtë recet, më shkruani dhe unë jam e gatshme ta përgatis me video. Vazhdojmë të shtojmë specin e kuq të ëmbël. Nëse dëshironi mund të shtojmë edhe spec pikant. I shtojmë 3 lugë të gjellës me salcë tomateje. E ruajmë kavanozin që t'i shtoj kavanozit 1 gotë me ujë. E ta përdorim kur të na duhet. I përsyjem të gjitha patatet mirë. Shtojmë gotën me ujë të kavanozi. Që ta kemi gati. I shtuam patatet në një tavë, me këtë shpatullën e marrim të gjithë këtë kremin që ka dekantuar në fund të tasit. E hapim në të gjithë sipërfaqen e tavës, si përvendosim mishin është gjysmë i gatshëm pothuaj. Do t'i shtojmë lëngun e mishit, i jep shumë shije, por do t'i shtojmë edhe 1 gotë me ujë. Me që patatet janë të pagatuara, atëherë unë do ta mbledh me një letër furre. Nuk ka nevojë për letër alumini, pasi edhe me letrën e furrës patatet bëhen perfekt. E lagëm letrën që të përshtatet për tavën. E pjekim diku te 30 minuta në 220 gradë. Më pas ja heqim letrën, edhe pse është me letër sipër, ka filluar të marrë ngjyrë dhe patatet janë zbutur. Megjithatë, pa letër do ta pjekim edhe 10 minuta të tjera. Në fund fare do t'i shtojmë pak energjik të freskët. Kjo ishte tava jon për sot, e artë, aromatike dhe mbi të gjitha shumë e shijshme. Ju falenderoj për mbështetjen dhe komentet tuaja pozitive. Shihemi shumë shpejt me një tjetër ide fantastike në kuzhinë. Ju përshëndes me dashuri nga kuzhina ime.